Kur u martova me Arbenin, e dija që po martohesha edhe me të kaluarën e tij. Por ajo që nuk e dija ishte se po martohesha edhe me të atin, Axhimin. Një burr i heshtur, me duar të mdha e të ashpra, që mbante erë talashi dhe lak të tharë. Ai ishte marangoz, por jo nga ata që bëjnë mobileri të bukura për salone. Ai ishte nga ata që ndërtonin shtëpi, që forconin themele, që dinin të dëgjonin drurin duke marrë frymë. Në sytë e tij kishte një mprehësi që më bënte të ndihesha gjithmonë e zhveshur, sikur më shihte për te i lëkurës. Kur më shikonte, unë ndjeja se ai po leconte nyjet e mia, sikur isha një dëras e papërpunuar. Ajo që më tronditi vërtet nuk ishte pamja e tij, por ajo që fshihej pas derës së punishtes së tij. Arbeni më kishte thënë, mos i hyr aty pa leje, babai ka rregullin e tij. Dhe unë e respektova për 3 vjet martesë. Por atë të shtunë, Axhimi kishte harruar qejsat e makinës në shtëpinë tonë. Arbeni ishte në punë dhe unë vendosa t'ia çoja vetë. Ishte një arsye e përkryer, e lishme. Isha gruaja e të birit, ajo që gatuam për të, ajo që rregullon krevatin. Çfarë mund të kisha frikë? Punishtja ishte në fund të oborit, një ndërtesë e vjetër me dritare të vogla të mbuluara nga pluhuri. Kur ju afrova, dëgjova një zhurmë të çuditshme. Jo zhurmë share, por diçka më e rëndë, më e ngadalt. Një ritëm. Trokitja. Trokitja. Pastaj një fërshëlim, si dikush që përkëdhel një sipërfaqe të lëmuar. Më zuri kurioziteti, ai kurioziteti keq që të shtyn të hapësh derën e një shtëpie të braktisur. E shtyra derën, rënd. Dhe ajo që pash më ngriu gjakun. Axhimi nuk ishte duke punuar dru. Ai ishte ulur në mes të punishtes, me këmishën të zhbër deri në gjoks, djersa duke i rrjedhur në bal. Para tij, mbi një tavolinë të gjerë pune, ishte një objekt që nuk i ngjante asnjë mobiljeje. Ishte prej druri, por i gjallë. Forma e tij ishte organike, e lakuar, me dhëndje që përshkruanin vija që të kujtonin muskuj, përdredhje që të kujtonin tendinat. Dhe ai po e përkëdhelte, po e lmonte me një leck të butë, duke i dhënë shkëlqim. Por mënyra si e bënte, ishte intime. Aq intime sa unë ndjeva zile të kuqe në të gjithë trupin. Gishtat e tij të trash, që më pari kisha parë duke mbajtur çekan, tani po lëviznin mbi sipërfaqen prej druri me një butësi të pabesueshme. Ishte i njëjti lëvizje që një dashnor i bën trupit të dashurës. I ngadalt, i thellë, që kërkon të nxjerrë çdo valë kënaqësie. Eja brenda, tha ai pa u kthyer. Zëri i tij ishte i ulët, si një gumzhim. E dija që do vija, dera nuk ishte e kycur. Këmbët më ishin bërë prej plumbi, por hyra. Nuk mund të mos hija. Ishte si një magnet. Ai ngriti kokën dhe më shikoi, por sytë e tij nuk ishin të njëjtët. Në to nuk ishte ashpërsi, por një zjarr të qetë. Një dritë që më kujtonte kur Arbeni më shikonte natën, para se të fiknim dritën. Por ky ishte vjerim. Një burr i moshuar, i thyer nga puna, por në atë moment dukej fuqimisht mashkullor. E shikon, tha ai, duke e kthyer objektin drejt meje. E ndjeve, çdo gdhëndje këtu ka një puls. Afrova më shumë. Vegla e tij, pasi e kuptova se ajo ishte vegla e tij kryesore, mjeti me të cilin ai krijonte, ishte një dhoj dalte e madhe, por jo e zakonshme. Doreza e saj ishte e gdhëndur me figura njerëzish që përqafoheshin, dhe tehu, i lmuar si pasqyrë, kishte një nuancë të çuditshme, pothuajse të ardhme në të zezë. Nuk ishte thjesht një dalte, ishte një zgjatim i tij. Ai e mbante atë siç mban një burr armën,
por me dashuri. Me frikë kuptova se e gjithë punishtja ishte një tempull për atë vegjël. Çdo katran, çdo shenjë në mure ishte një ritual. Preke, më tha ai duke më zgjatur Dalton. Isha e tmerruar, por dora mu shtri vet. Kur majat e gishtave më prekën dorezën, ndjeva një dridhje, një ngrohtësi. Nuk ishte e ftohtë si metali, ishte e ngrohtë, si lëkura e gjallë. Dhe çuditërisht, ndjeva diçka që nuk e kisha ndjer prej muajsh me Arbenin. Një pulsim, një ritëm. Vegla dukej se merrte frymë në dorën time. Dru, më e mira, nuk është i vdekur, tha Agjimi duke u ngritur. Ai qëndroi para meje, kaq afër sa ndjeva erën e tij, një përzierje djerse, dru kedri dhe diçka tjetër, diçka primare. Dhe për të krijuar diçka të përjetshme, duhet të përdorësh veglën më të mirë. Kjo dalte e ka marrë forcën nga shumë net, nga shumë duar. Por ti nuk je këtu për këtë. Ti je këtu sepse diçka nuk po funksionon në shtëpinë tënde. Më shikoi pikrisht në sy, dhe aty, pa fjalë, më tregoi gjithçka. Më tregoi se si e dinte që unë dhe Arbeni nuk po flinim më në të njëjtin ritëm. Se si unë isha bërë e ftohtë, e tharë, si një copë druri i lënë në shi. Dhe mënyra si e mbante atë dalte, ai e ngriti pak, sikur po ma ofronte jo mua, por pikrisht atë. Kur hapa derën, pëshprita, duke u përpjekur të merrja frymë. Pash atë, dhe më tronditi. Sepse nuk e ke parë asnjëherë një burr të vërtet duke e përdorur, tha ai. Pastaj, me një lëvizje të ngadalt, ai e ktheu Dalton dhe e goditi lehth një copë druri të papërpunuar që ishte në tavolinë. Ishte një goditje e vetme, por druri u hap si një lule, duke zbuluar një sipërfaqe të brendshme të butë, të artë, që dukej ende e lagur. Erdhi një aromë mpreth, e ëmbël. Mjafton një goditje, tha ai duke e hequr Dalton, në vendin e duhur për të nxjerrë bukurinë që fshihet brenda. Pa rëmuj, pa zhurmë, vetëm thellësi. Në atë moment, unë nuk po shikoja një marangoz, po shikoja një njeri që e dinte sekretin e krijimit, të dhënjes, të njohjes së materialit. Dhe për një sekond, unë nuk isha më nusja e djalit të tij. Isha thjesht një grua që kishte haruar se çfarë do të thoshte të prekej si duhet. Mënyra se si ai e mbante atë vegjël, mënyra se si lëvizja e tij nuk ishte as pak agresive, por e kontrolluar dhe me qëllim, më bëri të kuptoja se nuk ishte vegla ajo që më tronditi, por forca e tij e qetë, ajo siguri mashkullore që unë kisha kërkuar kot në shtratin tim. Dora më dridhej. E lëshova Dalton mbi tavolinë duke bërë një zhurmë të thatë. Ai u kthye dhe filloi të mbledh copat e drurit, të heshtur përsëri. Ishte bukur, arrita të them, me zërin të ngjeshur. Druri nuk gënjen kur, tha ai pa më shikuar, ashtu si dhe dëshirat. Tani, çoja çelsat e babait, se makina e pret. Dola nga punishtja si e trullosur. Ajri i ftohtë më goditi fytyrën, por trupin e kisha flak. Kisha parë atë që nuk duhej, kisha prekur atë që nuk më takonte. Dhe më e keqja, e kisha kuptuar pse Arbeni kur nuk do të ishte si i ati. Jo sepse nuk dinte, por sepse nuk ishte guximin ta zotëronte atë thelsi. Ai përdorte mobiljet e gatshme, jo veglën e tij për të dhëndur jetën. Atë natë, kur Arbeni u kthye në shtëpi dhe më përqafoi, unë ndjeva diçka. Për herë të parë nuk mu duk i butë, por i dobët. Dhe ndërsa shtrihesha në shtrat, duke dëgjuar gjumin e tij, mendja ime nuk shkonte tek ai, por tek ajo punishtja e errët, dhe tek ai burr që dinte t'i jepte jetë drurit të vdekur me një prekje të vetme. E mbylla syt dhe pash përsëri goditjen, të ka njëjtin ritëm. Trokitje, trokitje.
Dhe ndjeva në maj të gishtave ngrohtësinë e asaj doreze prej druri, që më kishte tronditur jo sepse ishte e frikshme, por sepse ishte më e gjallë se gjithçka që kisha prekur në një vit. E dija që nesër do të kthehesha, jo për qelsat, por për të kuptuar nëse edhe unë mund të vendesha përsëri, nga një mjeshtër që nuk fliste, por që vepronte. Dhe kjo ishte më e tmeshmja nga të gjitha. Nuk doja të thoja jo.